kur erdhi Islami, ai nuk erdhi thjesht për të sjellë ligje, qysh e imagjinojnë shumë fetar, ose qysh kanë tendencë gjithçka domethënë me përtheku me ligje. Por ai erdhi për të zgjuar njeriun. Pra, kur po themi njeriun, e kemi për qëllim aftësitë dhe fuqitë që ai posedon. Nëse e veshtroni me kujdes, ajetin e tespidove, siç i themi, ajetil kursi, ajetin që ne e këndojmë mas, domethënë, në fund namazit ose para tespive, ma korrekt. Pasi Allahu i Madhëshëm e tregon madhështinë e tij, pra në ajetin kursi flitet për Zotin, për cilësitë e Zotit absolute. Me njëherë masoj vjen njoftimi i qartë. Çka thot Zoti? Nuk ka detyrim, nuk ka imponim në fe. Ajeti El-Bekare 256. Kjo tregon se pa liri nuk mund të ketë besim të vërtet. Sepse njëherë fol për madhështinë e tij dhe në vazhdim thot nuk ka imponim në fe. Detyrimi krijon vetëm hipokrit, jo besimtar të sinqert. Qelsi i hyrjes në Islam është deklarata. Dëshmoj se nuk ka Zot, dëshmoj se s'meriton mu adhuru dikush veç Allahut Madhëshëm. Kjo deklarat e çliron njeriu nga çdo lloj robërie dhe ja hap rrugën për zhvillim dhe për, si më thon, shfaqje të aftësive të tij shpirtërore. Është mirë ta keni parasysh sa herë lexoni ajetul kursi, tespidoven. Lexojini vetëm edhe një varg në vazhdim. Nuk ka imponim, nuk ka dhunë, nuk ka detyrim në çështjet e besimit. Aq është madhështor Zoti, saqë edhe kur e përfaq madhështinë e tij, na tregon për cilësitë e tij, nuk na imponon me i besu. Prap na lën të lirë, sepse ai nuk don besim të imponueshëm. Sepse madhështisë e tij nuk i duhet një kësaj lloji besimi. Islami pra e ngriti çështjen e lirisë nga një e drejtë elementare, sigurisht, në një detyrim të domosdoshëm. Pra nuk është veç e drejtë, po është detyrë që njeriu me jetu i lirë. Ai, Allahu i Madhëshëm, e vendos lirinë dhe jetën në nivel të barabartë. Liria është vetë jeta dhe mungesa e saj është vdekje. Për me vërtetu një gjatë tillë është shumë interesant një fakt në mësimet e Kuranit fisnik. Është ideja e kafarës e quhet, është shpagimi. Një njeri i cili, domethënë, shkakton një vdekje aksidentale, pa qëllimshme, domethënë me gabim. Islami ose Kurani fisnik e porosit atë njeri që ai njeri për ta shpagu këtë, domethënë, vdekje që e ka shkaktuar gabimisht, pa qëllim, ai duhet patjetër, domethënë, në njërin prej varianteve të çlirojë, domethënë, një tjetër ose një njeri tjetër nga robëria, duke kthyer atë pra nga lista e të vdekurve në listën e të gjallëve. Pra duke ja kthyr dikujt lirinë e humbur. Kënej e ka shkaktuar një vdekje aksidentale dhe kënej tash Zoti e porosit me liru një rob, një sklav. Domethënë, kjo është njëra prej varianteve. Dhe çka flet kjo? Kjo flet se ai ka shkaktuar një vdekje aksidentale dhe për me shpagu duhet ta liroj një rob në një farë forme, domethënë sikur lirimi i një robe është kthimi i një jete.